Nuk e di pse ekziston kjo, është ndërtu kjo narrativa që si të sheh fëmin, dashurohesh, si të sheh me njerë ndodh një transformim, i aty për aty shumë. Si e ke përjetu ti? Jo, unë nuk e kom përjetu si t'il, ma dje dhe jam Sa zgënjy. vjeç ke qenë? S'kam qenë ere, 27 vjeqe kam 27, qenë, tamam do me thonë, një farforme, tamam për atëherë, se tash s'ka mo është caktume, po, mas pare kam pas një lindje shumë të vështirë, me shumë të lashe. Ajo mirë u kry, në atë 2 të shpëtum, po e di që kur ma kam pru malin, kam qenë intenziv, edhe më kam lindë në spital, publik, edhe ajo motra veç ma kalë shumë dorë. Unë kom lindë në operacion, masi që kam provu normal me lindë djalin për mi 40 orë. Ka qenë një përvoja të mërshme, një mangth. Edhe s'kisha mundësias me lëviz, isha shumë dhimt, edhe ajo veç ma kalë shumë malin, edhe ma ka po jep i gji. Unë veç e këqyrsha, se s'kisha idejas që shtuat me i dhanë gji, as kur që heq. Edhe dikur së më dilte zone, atë motrën e kam afru pak me mësu. Edhe, në fakt, reagimi par ka qenë, a është që këtë djali jama? Se në mendjen tem, unë e pa ta ndërtu një fotografi tjetër. E kuptoj. Edhe mali si beb ka qenë shumë i zi, edhe ka pas flok shumë të zeza fut. Edhe di që i kom thonë asaj motrës, tash kë nuk po duket si djali jam, se qenë ka shumë i zi. Edhe da joti, është joti. Mos e ki me rakse, tontin ta kemi sill. Shtë që mu ka dasht pak kohë. Periudhe vështirë. Po, mu ka dasht pak kohë me kuptu çka po ndodh. Mbas edhe prej përvojës traumatike të lindjes, po mas edhe mas lindjes, është një fenomen tjetër për cilin s'flitet shumë, për depresionin postnatal, për cilin asun s'kom pas informacione paraprake, por e di që vazhdimisht më vinte me qa, edhe vazhdimisht isha shumë i lodhun. Kishte raste kur për shembull mali s'ka qenë fëmijë shumë i urtë, ka pas ato të lashet me kolike, me ato që i përcjellin foshnjët e sa po linduna. Edhe kish raste kur unë s'qohesha natën prej vajit ti, edhe e shikoja edhe thoja, i kujt është ky fëmijë? Mu dashke pak kohë, me kuptu që është jemi, unë kom lind. Ka qenë periudhë shumë stresuse dhe fatkeqësia ma e madhe që s'kish, si duket askush se ka kuptu në rrethin tem të ngusht, as mami, as ish vjehra në atë periudhë. Edhe mami më kujtohet që thoshte, po, e pse, e qka ki? Apo të thot dikush t'i qka, apo të ban dikush t'i qka, s'kish kush qka me mbo. Mungesa informacionit dura në atë ko, as nuk është mendu që qa është depresioni, ose se si reagohet, sidomos për nanat që sa për lindje. Se, kur kivish pak informacion, e din që është t'i qka e zakonshme, edhe nuk tutësh, se është shumë